Në spektaklin e mbrëmshëm në firma VIP, ishte radha për një tjetër surprizë. Ishte radha që Nena të na tregonte historinë e jetës së saj, që solli emocione shumë të forta, ku nuk munguan as lotët. Luana e pyeti Nenën: "A të ka marrë malli për dikë?" Ajo u përgjigj: "Po, për motrën e vogël." Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të reja rreth showbizit vendor. Nena ka rrëfyer historinë se si e ka marrë emrin e saj të vërtet, i cili është Zelfie. Ajo tha se gjyshi i saj i ka vënë emrin e gruas, me të cilën pati të gjithë fëmijët, pasi ai ishte martuar 4 herë. Më tej ajo rrëfeu historinë prekse të familjes së saj, ku një femër hyri mes nënës dhe babait të saj. Nena zbuloi se kur gruaja e re e babait erdhi në shtëpi, nëna e saj bashkë me fëmijët u detyruan të largohen nga shtëpia. Çka solli më pas përplasje mes dajve të saj dhe babait, ku përdorën edhe armët. Gjithçka po shkonte mirë, derisa një femër ndërhyri në jetën tonë. Ajo la familjen e saj, babai i bleu shtëpinë, makinën. Po insistimi i saj ishte të vinte në shtëpinë tonë. Prindrit vendosën të ndahen, kur ajo erdhi tek ne. Pas 25 vitesh, martesë ata u ndan. Pas përleshjes që pati me dajën tim, babai im përfundoi në burg. E lam atë shtëpi, kërkuam shtëpi me qira. Dolëm vetëm me rroba trupi. Arritëm në pikën ku nuk kishim as bukë për të ngrënë, tregoi Nena me slotësh.